Tjetri sunet që u përmend është ngritja e duarve. Do thotë në 4 vende. Pra në 4 vende në namaz, dhe këto 4 janë tekbiri fillestar, kur e fillon njeriu namazin, tekbiri për të shkuar në ruku, edhe ngritja nga rukuja, duke thënë semi Allahu limen hamida, dhe më thënë këto janë 3 vende, dhe vendi i 4 është ngritja pas të shahudit parë për në rekatin e 3. Dhe më thënë në këto vende ngrihen duart dhe kjo është vërtetuar në disa hadithe. Ka thonë raf'ul yadaini madmumatay al-asabi' mamdudatan, do të thonë ngritja e duarve me gishtat e mbyllur. Po nuk është qëllimi, do të thonë shtrëngimi i gishtave, por mos jenë të hapur, do të thonë të jenë të mbyllur mesatarisht dhe të drejtuar, do të thonë drejt, jo sikur disa, do të thonë me gishtat e shtrembuar, dhe gishtat e drejt dhe të mbyllur me mbyllje të lehtë, do thotë. Dhe këto të ngritura duart, do të thonë në lartësinë e supeve, do të thonë në këtë lartësi ose në lartësinë e veshëve. Do thotë të dyja janë si do t'i lexojmë hadithet. Pra thotë hadhu al-mankibain aw al-udhunain. Do të thonë në drejtim të supeve ose në drejtim të veshëve. Do thotë ngrihen duart në këtë mënyrë. Si tham, të mbyllur gishtat, jo të hapur, është transmetuar, do të thënë se Ebu Hurajra radhiyallahu anhu i ka treguar njerëzve se si i ka ngritur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duart, dhe gjithashtu pastaj transmetuesit nga Ebu Hurajra gjithashtu me vepër e kanë transmetuar, secili e ka treguar veprën, Ebu Amir, edhe ka thonë i ka ndarë, do të thonë nuk i ka hapur gishtat. Pra nuk janë gishtat e hapur, po janë të mbyllur. Dhe thotë lem yufarrij baina asabihi, do të thonë nuk i ka hapur dhe nuk i ka mbyllur, por i ka pasur, do të thonë të mbyllur por të lirë. Ose gjithashtu ka thonë fafarraja baina asabihi tafrijan laysa bilwasi', do të thonë i ka ndarë gishtat me ndarje që nuk është e gjerë. Pra do të thonë nuk i ka hapur në atë mënyrë, walam yadum baina asabihi, edhe gjithashtu nuk i ka mbyllur, wala ba'ada bainahuma, edhe nuk i ka larguar. Do thotë kjo është ngritja e duarve e saktë. Do thotë dhe lartësia që është përmendur, do thënë në drejtim të supeve ose në drejtim të veshëve. Dhe askund nuk është përmendur prekja e supeve ose prekja e veshëve, sepse do thotë ky drejtimi, do të thonë i ka bërë disa njerëz që nga vezveset, do të thonë duke i afruar, do të thonë që të jenë sigurt se janë në drejtim të veshëve, dhe kanë filluar edhe t'i prekin, dhe për këtë nuk ka asnjë lloj argumenti në transmetimet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose sahabët. Do thotë prekja e veshëve nuk është prej sunetit, gjithashtu as prekja e supeve, sepse disa i prekin me këto gishta, do të thonë në këtë mënyrë, gjithashtu nuk është prej sunetit. Kjo ngritje, do të thonë bëhet te tekbiri fillestar, dhe njësoj te tekbiri për të shkuar në ruku, dhe për kthimin nga rukuja, siç është transmetuar nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, i cili thot se e kanë parë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur e ka filluar namazin, i ka ngritur duart në drejtim të supeve, dhe para se të shkojnë ruku dhe kur është ngritur prej rukuje. Do thot këto i ka përmendur në këtë hadith. Gjithashtu nga Malik ibn Huwairith radhiyallahu anhu transmetohet se ka thënë wa idha arada an yarka'a rafa'a yadayhi. Gjithashtu kur donte të shkojnë ruku, i ngrinte duart, kur e ngrinte kokën prej rukus, i ngrinte duart. Gjithashtu është transmetuar nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma se ka thënë, do të thënë ai kur është falur, pra i ka ngritur duart kur ka marrë tekbir fillestar, kur ka shkuar në ruku, kur është ngritur prej rukus dhe kur është ngritur nga teshahudi i parë, dhe ka thënë në këtë mënyrë ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
do thotë që është hadith marfu'. Pra këto 4 vende janë në hadithe në numër më të madh, edhe janë me zinxhir më të fortë. Gjithashtu ka edhe hadithe të tjera, do të thënë më pak, dhe zinxhir që janë hasan ose sahih, po janë më të dobët, ku përmendet se ngritja e duarve bëhet në secilën ngritje dhe ulje. Do të thonë, në tekbirin fillestar, për të shkuar në ruku, për ngritje nga rukuja, për të shkuar në sejdë, për ngritje nga sejdja, edhe për sejdën tjetër, edhe për ngritjen për rekatin e dytë, do thotë në secilën ngritje dhe ulje ngrihen duart, që do të thonë se edhe kjo është sahih, mirë po, kur i shohim transmetimet që kanë përmendur vetëm ato 4 vende, do të thonë se kjo tjetra, do thotë është më e rrallë. Edhe është mirë që ndonjëherë të praktikohet dhe është vërtetuar nga pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, por më rrallë.